Faktit se veprimtaria e mësuesit Gjim ka qenë e destinuar që t'i hapë sytë popullit të tij, t'i jep dritë këtij vendi, besoj që flet mjaftueshëm. Që të paraqes edhe këtë pjesë për cilën ju pyetni, jam munduar që ta paraqes në format ndoshta më të përshtatshme, për shkak se unë nuk i takoj asaj kohe. Për mua ka qenë ndoshta një vështirësi për shkak se nuk i kam takuar asaj kohe dhe prej asaj çfarë kam mbledhur si material, çfarë kam dëgjuar, jam munduar që ta paraqes në libër. Ekzistojnë shumë dokumente, ekzistojnë vepra të ndryshme të cilat tregojnë pak a shumë për arsimin e asaj kohe, edhe njerëzit cilët kanë njohuri e dinë që ka qenë një periudhë vërtet e vështirë. Edhe duke u nisë prej faktit se veprimtaria e mësuesit Gjim ka qenë e destinuar që t'i hapë sytë popullit të tij, t'i jep dritë këtij vendi, besoj që flet mjaftueshëm rreth kësaj. Pjesa ime cilën unë kam paraqitur, jam munduar në fakt ta paraqes, ka qenë figura e mësuesit në atë kohë. Një figurë jashtëzakonisht e dashur për nxënësit, një figurë e cila gjithmonë nga të tjerët është parë si shembull, duke u nisë nga shkollimi i atëhershëm, atëherë ka qenë shkolla normale, sot të rinjt vazhdojnë shkollimet ndryshme për drejtimin e mësimdhënies, mirë po duke ditë se njerëzit në shkollën normale kanë pasur kritere të vlerësimit, të pranimit dhe kanë dalur si njerëz jashtëzakonisht të përgatitur, tregon shumë për figurën e këtij mësuesi. Edhe unë në këtë libër jam munduar të paraqes jo vetëm mësuesin Gjim, mirë po gjithë mësuesit e asaj kohe, vështirësitë e asaj kohe. Kjo është përballë me një vështirësi jashtëzakonisht madhe për shkak se njerëzit e asaj kohe kanë pas një mentalitet krejtësisht tjetër. Për ne sot është shumë e thjeshtë themi që dua të shkollohem, sidomos për ne vajzat, mirë po atëherë nuk ka qenë gjë e tillë. Atëherë ka qenë rrethon krejt tjetër. Për mësuesin Gjim është dashur të shkojë derë më derë, të kërkojë prindërve të sjellin fëmijët në shkollë, vetëm që ata të shkollohen. Sot një gjë e tillë nuk është e nevojshme. Paktën po dua të besoj që është në gjithë vendin tonë një gjë e tillë. Mirë po përmendi faktin edhe të shkollimit të vajzës shqiptare. Ky ka bërë një hap jashtëzakonisht të madh edhe në këtë drejtim, për shkak se ka kërkuar që të shkollohet edhe vajza. Një hap drejt kësaj ka bërë edhe vajza e tij, pikërisht e bija Drita Gjim Krasniqi, e cila ka qenë mësuesja e parë e fshatit tonë, mësuesja e parë e fshatit në Groc, e cila vërtet e theu këtë akull bashkë me shumë shoqet e saj nga rajonet e tjera që të shkollohet edhe të jetë mësuese. Pra jam munduar që të përmbledh figurën e mësuesit në përgjithësi të asaj kohë.